Gjatë vizitës së tij në Spanjë, Papa Leo pati një moment të pazakontë gjatë udhëtimit ajror nga Madridi drejt Barcelonës. Ai u ftua në kabinën e pilotëve të një fluturimi të kompanisë Iberia, ku u ul për pak kohë së bashku me ekuipazhin e avionit Airbus A320. Gjatë fluturimit, Papa Leo përshëndeti pilotët e forcave ajrore spanjolle që po shoqëronin avionin me avion luftarak, duke u bërë me dorë nga dritarja e kabinës. Më pas, ai komunikoi me pilotët ushtarak përmes radios, në një moment simbolik që u interpretua si një gjest i afërsisë dhe dialogut. Fluturimi ishte pjesë e turit të tij në Spanjë, ku Papa pritet të inaugurojë kullën e re të bazilikës së famshme Sagrada Familia, një nga monumentet më të njohura të arkitekturës moderne në botë. Sagrada Familia konsiderohet kisha më e lartë në botë dhe është një nga simbolet kryesore të Barcelonës, e projektuar nga arkitekti Antoni Gaudi. Gjatë vizitës, Papa Leo pritet gjithashtu të vizitojë abacinë e Monserratit dhe të takohet me udhëheqësit rajonal të Katalonjës, si dhe të marrë pjesë në një vigjilje lutjeje me të rinjt në Stadiumin Olimpik Luis Compani.